Moderatorja e njohur, Eriola Doçi, ishte e ftuar në emisionin She's on Air në Top Albania Radio, kur i kujtoi periudhën e saj në Big Brother VIP Albania 3. Ajo foli hapur për një përvojë shumë personale, duke treguar se kishte përjetuar dhunë nga ish-partneri. Eriola u shpreh se vendimi për ta bërë publike erdhi natyrshëm, nga ngarkesa emocionale e asaj eksperience, dhe se sot e sheh atë periudhë si një proces që e ka bërë më të fortë. Ajo theksoi se nuk pendohet, sepse zgjohet të tregojë veten ashtu siç ishte, me të mirat dhe të metat e saj. Ish futbollisti Eros Grezda ishte i ftuar në një intervistë në emisionin She's on Air, ku foli për momentin më kulminant të karrierës së tij. Grezda u shpreh se transferimi te Rangers ishte arritja më e madhe, një moment krenarie për të dhe familjen e tij. Gjatë intervistës u ngacmua edhe me pyetje për showbizin, ku pas një përgjigje diplomatike përmendi Gjensila Myrtezaj dhe Sindi Myftari si dy nga femrat më hot të estradës shqiptare. Influencerja Hati ka vendosur të testojë durimin e prindërve të saj përmes një loje telefonike, duke prekur një temë shumë të komentuar, hyrjen e saj të mundshme në Big Brother VIP. Në videon e publikuar në profilin e saj, ajo i telefonon prindërit dhe u tregon se ka vendosur të bëhet pjesë e formatit, por vetëm për 24 orë. Reagimi ishte i menjëhershëm. Nëna kundërshtoi hapur idenë, ndërsa babai reagoi me ton serioz duke thënë: "Mos hajde më." Më pas Hati zbulon se gjithçka ishte një shaka dhe se po tallej me ta, duke shkaktuar të qeshura dhe të ndjekësit.